Në 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, sekretari amerikan I Shtetit Marco Rubio dërgoi një mesazh të fortë drejtuar qeverisë Rama, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Tiranës dhe Washingtonit. Përmes faqes zyrtare të Departamentit Amerikan të Shtetit, Rubio vlerësoi aleancën në NATO, investimet në sigurinë kolektive dhe angazhimin për luftën kundër krimit të organizuar dhe karteleve të drogës. Shqipëria dhe SBA ndajnë një angazhim të qartë për një të ardhme më të sigurt e më të begatë. Partneriteti ynë në zbatimin e ligjit e bën popullin tonë më të sigurt ndërsa përballemi me kërcënimet nga grupet kriminale transnacionale, shkruan Rubio, duke lënë të kuptohet se vlerësimi amerikan varet nga rezultatet konkrete në fushën e drejtësisë dhe sigurisë. Mesazhi I tij është gjithashtu paralajmërues. SBA pret nga Tirana veprime reale për të adresuar trafikun e drogës, krimin e organizuar dhe kërcënimet kibernetike. Rubio përmend qartë se aleanca strategjike nuk është vetëm ceremoniale, ajo kërkon përkushtim dhe rezultate konkrete. Ndërkohë, Shqipëria feston sot 113 vjetorin e pavarësisë me aktivitete kombëtare, por mesazhi I Rubios e vendos theksin tek lidhja mes patriotizmit dhe përgjegjësisë së qeverisë, duke I kujtuar Ramës se SBA monitoron nga afër përparimin në siguri, drejtësi dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Në thelb, burimi I Rubios nuk është vetëm një përshëndetje për ditën kombëtare, është një mesazh I qartë politik. Shqipëria duhet të tregojë rezultat prekshëm në fushat kyçe të sigurisë dhe ligjit për të ruajtur besimin dhe mbështetjen e SBA-ve.